Mbledhja e komisionit është thirrur për shkak se Presidenti i Republikës Kosovës ka propozuar disa amandamente kushtetuese që lidhen me zgjedhjen e presidentit të Kosovës në Kuvendin e Kosovës dhe prandaj komisioni është mbledhur për të shqyrtuar këtë çështje. Unë në cilësinë e kryetarit të komisionit, edhe si jurist, do t'i jap qëndrimet e mia profesionale për sa i takon këtyre amendamenteve kushtetuese. Amendamentet kushtetuese duhet të diskutohen në kontekst të nenit 144 të Kushtetutës të Kosovës dhe nenit 87 të rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës. Dhe t'i marr disa minuta për me shpjegu se mendoj që ndryshimi i kushtetutës, propozimi për ndryshim është një nga aktet më të rëndësishme që bën një organ, prandaj na duhet koncentrim profesional edhe për kushtim profesional që t'i diskutojmë procedurat në përpikmëri dhe të mos jetë një proces që nuk i nënshtrohet një diskutimi profesional as më pak në një komision si Komisioni për Legislacion. Amendamentet kushtetuese mund të propozohen nga Presidentja e Kosovës, nga Qeveria dhe nga 1/4 e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është hapi i parë procedural. Hapi i dytë që përcaktohet edhe në kushtetutë dhe në rregullore është që amendamentet kushtetuese dërgohen për shqyrtim në gjykatën kushtetuese për të shikuar nëse ato amendamente, si thuhet, i shkelin ose i paksojnë drejtat dhe liritë e njeriut të mbrojtura me kapitullin 2 të Kushtetutës, por në jurisprudencën e saj gjykata kushtetuese ka thënë që duhet kontrollojë edhe kapitullin 3, që flet për drejtat e komuniteteve, dhe duhet kontrollojë nëse këto amendamente kushtetuese shkelin frymen dhe vlerat mbi cilat qëndron rendi kushtetues i Republikës së Kosovës. Kjo është procedura. Ndërkaq kur gjykata kushtetuese përfundon shqyrtimin e amendamenteve kushtetuese, ato amendamente sipas rregullores punës së Kuvendit, neni 87 vinë në Komisionin për Legjislacion për shqyrtim dhe nëse ka nevojë për pastrim tekstit sipas vërejtjeve të gjykatës kushtetuese, atëherë ato pastrohet teksti dhe përcillen në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pas marrjes së aktgjykimit gjykatës kushtetuese, rregulloria përcakton qartë azin neni 87 paragrafi 5 thotë: pas marrjes vlerësimit nga gjykata kushtetuese, Komisioni përkatës për Legislacion, pra komisioni ynë, brenda afatit prej 7 ditëve i paraqet rekomandimin Kuvendit me amendamentet e propozuara. Pra, 7 ditë mas vendimit të gjykatës kushtetuese të rregulloria. Pra komisioni duhet mbledhet 7 ditë mas vendimit të gjykatës kushtetuese. Të nderuar kolegë, më të informoj që ne jemi pothuajse 14 vite mas vendimit të gjykatës kushtetuese për amendamentet kushtetuese, sepse amendamentet që na janë sjell janë amendamentet që janë propozuar dhe janë dërguar në gjykatë kushtetuese në vitin 2011 dhe në 2012 gjykata ka vendosur për ato amendamente. Kështu që jemi më shumë se një dekadë mbrapa asaj. Pra, kemi të kalu çdo afat të shqyrtimit të atyre amendamenteve. Prandaj komisioni sot, mendoj unë profesionalisht, po të hapim debatin, nuk mund të shqyrtojë amendamente kushtetuese të cilat kanë kalu testin e gjykatës kushtetuese një pjesë e tyre, jo të gjitha një pjesë e ndërxu, një dekadë e më shumë përpara, sepse rregulloria thotë shprehimisht duhet 7 ditë mas vendimit të gjykatës kushtetuese. Pse nuk mundemi më shumë se një dekadë mbrapa? E para sepse e ndalon rregulloria dhe e dyta për shkak që prej 2011 ne kemi bërë mbi 20 amendamente në Kushtetutën e Kosovës. Kemi pas dhjetra vendime të gjykatës kushtetuese që kanë ndrru interpretimet edhe është pasuruar jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Prandaj kushtetuta e sotme nuk është e njëjtë me kushtetutën e vitit 2011. Edhe po tash mangnim afatin nuk ka asnjë kuptim. Prandaj, për të konsideruar një amendament i vlefshëm duhet niset nga fillimi, dërgohet në gjykatë kushtetuese, vjen prej gjykatës kushtetuese, komisioni mbledhet brenda 7 ditë si thotë rregulloria dhe i procedon ato për seancë. Prandaj ky propozim është i paafatshëm. Amendamentet e bëra më shumë se një dekadë përpara nuk mund të sillen sot. E dyta nuk mund të sjell Presidentja e Kosovës. Rregulloria e punës së Kuvendit që unë kam përpara thotë qartë, kur amendamentet kalojnë në gjykatë kushtetuese siç janë ky rast, si është ky rast i këtyre amendamenteve, thotë ato shkojnë tek Komisioni përkatës për Legislacion, pra vinë te ne. Vinë prej gjykatës kushtetuese direkt te ne. Jo me najt 14 vjet në arkiva, mi marr Presidentja dhe mi sjell te ne. Ne jemi Komision për Legislacion dhe mendoj që na takon të vlerësojmë profesionalisht me rastin e vendimarrjes tonë para zgjedhësh.
Ne jemi edhe përfaqësues politik, por unë sot do të rezervohem të flas politikisht. Por e vërtetë është që këto amandamente janë propozuar nga gjitha grupet parlamentare për shi dhe PDK-ja në 2011. Edhe nuk ka të keq në asnjë shoqëri që të hapet debat për ndryshimet kushtetuese, por nuk mund të hapet debat dhe nuk mund të bëhen ndryshime duke shkel vetë kushtetutën, edhe duke bërë një proces që kalon shpejt e shpejt në një mbledhje kaq shpejt ku ne asnjë orë s'kemi pas kohë me i lexuar dokumentet, por mbi të gjitha nuk mund të shqetëtojmë një dokument më shumë se para një dekade. Unë jam i hapur që ta diskutojmë dhe të vendosim si komision, por qëndrimi im profesional është ky.